Fituesja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania, edicioni i tretë, Egla Ceno, duket se edhe pas përfundimit të spektaklit nuk ka humbur aftësinë për të ndezur kurreshtjen e publikut. Si një aktore që e di mirë ritmin e skenës dhe dritën e momentit, ajo ka zgjedhur një mënyrë mjaft elegante për të rikthyer vëmendjen, një përgjigje e thjeshtë, por me ngarkesë misterioze në Instagram. Në rubrikën e zakonshme të pyetjeve me ndjekësit, një fans i është drejtuar me një pyetje që shumë kush e kishte në mendje, kur do të shohim sërish në ekran. Mbase si opinioniste e Big Brother VIP Albania edicioni i 5. Egla, me atë qetësi të buzëqeshur që shpesh fshen një provokim të vogël. U përgjigj, mbase. Ose mbase po bëj valixhen për të rihyrë, gjithmonë gati për ndonjë debat të mirë. Pu. Një fjali e vetme, por e mjaftueshme për të ndezur imagjinatën e publikut. Në pak minuta, komentet u vërshuan si një val entuziazmi dhe kurreshtjeje. Disa e panë si një shenjë të qartë se Egla do të jetë opinionistja e re e edicionit të 5, duke sjellë në panel ironinë e saj të hollë dhe mënyrën e mprejtë të analizës. Të tjerë, më guximtar në hamendësime, besojnë se ajo mund të jetë pjesëmarrësja surprizë, gati për të rikthyer tensionin, pasionin dhe debatet që e bën emrin e saj të jehon gjatë gjithë sezonit të kaluar. Por kush është në të vërtetë Egla Ceno përtej dritave të shtëpisë më të famshme, një aktore e njohur e teatrit dhe televizionit, e formuar në Akademinë e Arteve, e cila ka interpretuar në 10 role që kërkojnë forcë, ndjeshmëri dhe kompleksitet. Ajo është nga ato artiste që nuk i shmangen asgjëje, as kritikës, as përplasjes, as emocioneve të vërteta. Pikërisht kjo ndershmëri shpirtërore dhe mënyra e saj e drejt për drejt e bën një nga figurat më përfolura, por edhe më të admirueshme të Big Brother VIP Albania. Në shtëpinë e famshme, Egla nuk ishte thjesht një lojtare. Ajo ishte një histori më vete, një grua që provokonte, debatonte, qeshte dhe qante pa maskë. Një karakter që ndonjëherë të lodhte, por asnjëherë nuk të linte indiferent. Dhe ndoshta, pikërisht kjo është arsyeja pse edhe sot, muaj pas finales, publiku vazhdon të pyes, a do të kthehet sërish Egla në botën e spektaklit, ku çdo lajm shuhet me shpejtësi, ajo mbetet një prani që nuk venitet. Dhe si çdo aktore e mirë, e di se kur të hyjë në skenë, por mbi të gjitha, e di kur të hesh për ta lënë publikun të presë me frymë të mbajtur. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.